Rikthehemi në studion e Radio Dugaxhinit. Vetë kesh më bënën edhe 4 veta tjerë, plus 4 trofej. Këta trofej janë fitu prej ekipit volejbollit konkurrencën e femrave Fair Volley, një sezon i hatashëm i tyre. Çdo trofej i fitum, secili trofej është këtu në studio bashkë me neve. Edon Ibrahimi, Gres Araçi, Amela Lugaliu dhe Albin Thaçi në studio me neve. Faleminderit gjithë që jeni bashkë me neve. Faleminderit ty. Për ftesën. Po du me fillu me ty, po du me fillu me Gresën kësa herë. Tereni e ka po të vetëm, besoj kontributi volejbolisteve, taktikat e trajnerit, po kontributi volejbolisteve e ka sjell këtë sukses. So ka qenë vështirë Gres me arrit deri këtu. 4 trofej kryesor, mbesin Ferizaj të ekipi Fair Volley. Fillimi i sezonit u kon shumë i vështirë, edhe gjatë vazhdimit Për shka i shtirë. Kena pak emocione. Në fakt, realisht dishta me thonë vetë se në falë për vonesën pak, se vim prej një takimi që patëm me sponsorin kryesor, General Fitoria, ku na priti pronari Jahiri edhe Alia, cilë pa tjetër se i falenderojmë jashtëzakonisht shumë se kanë Ata s'funksionuar. Është e pamundur, sidomos pa ta, po edhe pa pjesën tjetër të sponsorëve, edhe të ardhë, të bo hajgore pak me qikate, për na kujtohen tani pak do fore, do skena kështu me ta. Kalzo pse sezoni ka qenë i vështirë. Okej, më falni se pak. Jo, po me ne emisioni është qasi natyre. Okej. Që ky sezon për ne me su kon i lehtë, u kon i vështirë, edhe gjatë vazhdimeve normal, ama fal punat që ka bëu trajneri edhe qikat janë kanë grup i mrekullueshëm, këna arrit me marrë këta 4 trofej, sidomos me mbrojt titullin, ka qenë njëri ndër më të mirë trofej. Amel, sa ka qenë vështirë betejë finale? Po mendoj ke dramë vërtet deri në ndeshjen e fundit, bile edhe në setin e fundit. Po, normal, fillimisht kur ki synime për kampion, prej fillimit e din që keme pas sfida, edhe keme pas pengesa gjatë rrugës, po normal që me pun, nuk i vrejnë shumë këto sfida, këto pengesa, përderisa e kemi një synim edhe një qëllim krejt ekipe, po normal, me punën që e kemi bo, nuk na ka ardhë e çuditshme edhe kampion edhe gjithë këto kupa. A është interesant për dy atë pyetja, është interesant me pas rivalin e qytetit në betejë për trofeun? Deri në fund keni luftu me mbet trofeun Ferizaj, po e keni pas në rival qytetit? Po, këtë pyetje besoj do të më përgjigj Gresa, se unë jam me Ferizajt edhe nuk e kam atë ndjenjen e njëjtë si kjo për qytetin e vet. Okej, fillimisht Ferizaje edhe na të dyat lokaliste jena konë super ekipe që të dyat edhe kupa vetë se ka pas me mbet në Ferizaj edhe u konë ndryshe motive, ndryshe energjia, ndryshe gjithë qka, ama normalisht që kisha pas që me fituna dhe u bu që ashtu. Albin, 4 trofej, a i ke përjetu më herët me një sezonit? Jo, realisht kjo sezona e me 2 në volejbol, sezona por ka qenë me 2 trofej, sezona kalua me kupën e federatës edhe titullin kampion, realisht ky vit ka qenë pak më ndryshe, domethënë ka qenë hera por që kum përjetu një vit. Realisht ne kemi luajtur gjitha finalet, kemi luajtur 6 të mundshme që kanë qenë, të gjitha i kemi luajtur, mirë po foti ka dhënë që vetëm 4 nga to që kanë qenë jashtëzakonisht ndjenje veçantë me fitu 4 nga 6 të mundshëm. Albini thej ka vetëm 4 e kemi fitu. Mirë po, ne kemi luajtur 6 se kemi luajtur. Se 2 i kena hu. Trener, a mundet më qytë sukses historik? E para edhe e dyta, çka ka bo realisht Fair Volley veçantë në këtë edicion dhe në këtë rrugtim që është dominus? Po unë mendoj që pa tjetër që është një sezon historik. Duke marrë parasysh se klubi është themelu në vitin 2019, edhe në vitin 2020-21 që jemi inkuadru në Superligën A, po besoj që është sukses historik. Bile edhe këto 2 finale tjera që përmende Albini, me tonë drejtën, kemi pas probleme jashtëzakonshme
po në pjesën e janarit, sidomos pjesën e janarit. Për ato ndërhynat e Gresa thash fillim boll mirë na kon, po në janar kanë fillu të lashët e shumta me largimin e 2 lojtarëve. Normalisht pasuesja e ekipit Logan Case, një ndër lojtarët për mua më të mirat që ka ardhur në Kosovë ndonjëherë, edhe Vesa Shabani, lojtare që ka ardhur nga Gjilani edhe e cila për arsye personale, domethënë nuk ka mujt me vazhdu pjesën e sezonit. Për neve për këtë arsye ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, sepse në janar nuk është se ka treg shumë të mirë të lojtarëve. Unë e them bile në rregull edhe organizatorja lojtare shumë e mirë, po unë mendoj që domin më të madh, domthon klubit i është bo prej Vesës, domin, po foli... Po të kuptoj. Problemet më të mëdha... Ma vështirë me rikuperu pozitën e saj. Po, por shkak se një janar nuk ka lojtare shumë, sidomos të Kosovës. Edhe nuk ka mundësi me lëviz shumë. Tani është dash me bo kombinime, me ndru pozitat lojtarëve që është dash patjetër Amela që ka fillu sezonën më një pozit krejtësisht të re, edhe me një paraqitje të jashtëzakonshme, është dash me ndrru me këty në pozitën e vjetër që e ka pas, për me mujt me mbulu disa hapësira që i kalon Vesa, edhe për shkak thash që në Kosovë nuk ka lojtare në janar që ti mundesh me marrë edhe me zëvendësu. Për forcime po, ka pas mundësi, edhe pse edhe te pjesa e pasuesve edhe në janar nuk është që kemi marrë shka kemi dash na, po kemi marrë shka ka qëllu. Dëmon prej zorit, me thonë... O dash me zgjedh, thani me qatynë. Nuk ka pas as me zgjedh, në fakt, drejt me të kallëzu, vetë që kjo ka qëllu, që kjo është marrë dhe jemi mundu. Unë e thëmë, është fillu sezona prej zerës. Se sidomos nëse të ndrohet organizatorja e ekipit, dëmonën i bjen që te do të kombinim i ri, plus problemet me viza që i patë se është pasuesja prej Algjerijës, një muaj e gjys viza derisa ju bona gati vetë që i hopëm këto 2 trofet. Njonin fakt e hopëm ligën unike edhe pastaj jo derisa u komponum, derisa u përshtatëm edhe Kupa e Kosovës na shkoi, po besoj se u mobilizum jashtëzakonisht mirë për pjesën finale për kampionat, edhe po besoj që kemi tregu paraqitje të jashtëzakonshme. Pjesa se çka e dallon ose çka e veçon Fairvalley këtë sezon, po besoj se kemi pas gjithçka këtë sezon. Ka pas drama, ka pas komedi, ka pas gjithçka. Lara e na kon. Kështu që po besoj që pa marrë parasysh gjithçka. Në fund sa herë është kërku që unë edhe në postimin që i kam falënderu vajzat, kam thonë që sa herë është dash me marrë diçka personale. Për shkak edhe të fjalëve të ekipeve kundërshtare, të njerëzve, të njerëzve që nuk i bojnë mirë ndoshta sportit. Unë e kom gjetë për krajen më të madhe te këto vajzat, cilat kanë reagu njëjt me mu. Edhe po besoj se njëjt ka qenë komplet sezoni edhe pas largimit lojtarëve, edhe sidomos në fazën finale, edhe në gjysmën finale me paraqitje të jashtëzakonshme, po edhe pjesa finale që domethënë është dash çdo 2 ditë, 3 ditë me zhvillu ndeshje që është jashtëzakonisht e vështirë, po jemi përshtat edhe po besoj që kemi tregu karakter shumë të fort, sepse prej fillimit të sezonit, prej xhiros së parë, Fairvalley deri në fund ka qenë pozit parë. Edhe po besoj që me plot merit jemi shpall kampion të Kosovës, duke mbrojt titullin. Për Gresën edhe Amelën, përpos aspektit ekipor, sa është kënaqëri në aspektin personal kur arritet një sukses që kë me 4 trofe me mbyll sezonin? Normal që është një krenari shumë e madhe, edhe besoj që është ëndër e çdo prinde me pas një fëmijë sportist edhe me konë kampion i Kosovës. Mjafton që dikush një si kampion e Kosovës kur në qytet ose edhe në shkollë që më ka rastis mu, të njohin profesorat, është sa shumë i rëndësishëm edhe shumë i mirë që na njihun për diçka të mirë edhe për diçka që e kanë ëndër se cili prej njerëzve. Absolutisht. Besoj që nuk ka ndjenjë më të mirë se mi marr 4 trofe, mu kon kampione. Kulmi. Po. Trener, cilat e planet tash? Kampion?
As ka plane. Që do pyete se na intereson. Enzuna. Mirja bune. Ja, po bëja e gore. Tashmor zyrtare, ka qenë kjo finalja ka qenë ndeshja jote e fundit me ekipin e Fervollejt. A ka qenë vendimi vështirë me barë dhe a ka me të mungu ekipi? Ke vendos me shku në Finland, larg. Po, larg. Larg po është një ondër që ka fillu në vitin 2018, edhe kur ju tregoj nga njerë si histori duket shumë e pabesueshme. Pse thëm vitin 2018? Atëherë me ekipin e volejbollit Kastrioti kemi luajt në Challenge Cup kundër po të njëjtit ekip në Finland. Edhe në Kosovë ka Nord edhe në Finland. Edhe në fillimet e karrierës atëherë, edhe ndoshta shumë njerëz e kanë marrë nuk e di çka po fol, po kur jemi kon dorkën e përbashk, tash si mohabet të bëj ju kom thonë, edhe çikave dëmon që një ditë komu kon trajneri këtij ekipi. A do të tash dëmon nuk është që e kum ditë, po organizimi atij klubi, liga në Finland, gjitha këto dëmon një konën ndoshta ondër për mu që një ditë dëmon me pas mundësi me punu në ato kushte. Në qatnetin e kep kime shkua? Tash dëmëdhonën, kur këthejmi 8 vjetë, sopi 7 vjetë mropa, dëmonën kontakti me klubin momentin e parë që më ka shënu agenti. Edhe më ka thonë është Finland, i kom thonë emri i klubit, ma ka dërgu klubin, i kom thonë veç dërgo ma kontratën. As nuk kom diskutu kur gjo. Edhe pja spjegoj, tha, as s'po diskuton kushte, cene, edhe pja spjegoj situatën. Thash është situatë prej vitit 2018. Edhe ajo mbete dëmon, thot, wow, thot qysh mund me ndodh. Ai tham, pikërisht është ky klubi ku kena lujt kundër tyne, edhe kështu ka qenë situata, edhe kom nënshkru me knacin më të madhe. Kështu që për mua është knacia, është e vështirë me lon Fervollejn. Patjetër që për mua është jashtëzakonisht e vështirë me lon Fervollejn. Pse se e kemi kriju bashk. Edhe kur krijon diçka bashk është më ndryshe se sa me shku në një klub, me bon një vjet 2 edhe mu largu. Edhe sidomos ma sukseseve që i kena arrit bashk, atëherë është halo ma e vështirë. Po, unë edhe vitin e kalum, shumica e qikave din, unë kom pas ofertë zyrtare edhe në Suedi. Edhe unë e kom refuzu vetëm për shkak të klubit edhe të njerëzve mrena klubit që janë konë. Edhe unë e thamë shpesh jem qëndru për shkak të shoqënisë në klub. As që diskutohet pjesa e pagesës e rrogës në Suedi. O shkon 4 herë ma e madhe se këtu. Po kur as nuk e kom diskutu. Shka kom lyp vitin e kalum, o shkon me mleju me nënshkru lejtarët që duone. Kjo ka qenë një vetëmi kush ndështa për mu edhe ka qenë me... Për me qëndru. Për me qëndru, kom thonën, unë e zgjidhi lojtarët këtë sezon, edhe kom thonë nëse më garantoni që kemi me marrë pjesë në gara ndërkombëtare. 2 kushtet që i kom kërku mi kanë realizu, komplet ekipën, sidomos 6-7 e parë, janë kërkes e jemja cilën ma kanë aprovu kryesia cilët pa tjetër se du të mi falenderu. Edhe kur thënë fillim, pa tjetër se kjo është një punë e përbasht, po pa u konë këto lojtare, këta trofej nuk vinë. Po, vërtet. Edhe ma meritorët për këto janë lojtarët, sepse ato në fund luajnë kurse janë teren. Janë teren, luajnë, është ndryshe, ato e përjetojnë edhe ma ndryshe se nana e përgatit mi ndeshën, mundohemi me bu matë mirën, po pa pos lojtarët mira është e pa mundur me konë edhe trejneri mirë. Kështu që... Gresi Dhamil, sa është munges trajneri e dëmë për Fervollejn? Po voli pak edhe për lidhjen tem ma personale me trejneri e dënë. Unë prej e vogël e një dhe bashkëpunojna shumati. Me të vërtet puna ti shihet, është një trajner shumë i mrekullueshëm edhe punon shumë, si me lojtare të reja, si me neve. Fal punës ti, unë edhe ekipa jena qëtu. Besoj që ka mu kanë shumë mungesë e madhe, amo ku ka me shku kë, e di që ekipa ka me pas sukses se është shumë i mirë. Normal që trajneri e dën Kameloni bëshllëk shumë të madhë në ekipin e Fervollej. Mu më kalo 2 sezona me punu me trajnerin e dën, edhe normal kur për 2 vite bosh kampion,
I ki vetë që ato momentet e mira, ato kujtimet, edhe e kini një afërsi ma ndryshe, e gzojna një respekt shumë të mirë me njoni tjetrin, kështu që normal që ja uroj ma të mirat se I meriton. Kjo në realitet e ka kriju edhe ekipin. po, kjo punë që ka u Atmosfera. bo, normal që është fal trajnerit e dënë, kështu që I meriton krejt ma të mirat edhe inshallah ka suksese. E doni të Tani një me na falendëru marrë- besoj Albinit. Na ja po më hajri, le t'ja shë edhe dikush. Tjetër që punën Më se dim ku jem. punën më të madhe na e dim që Albini e kryen, po Të në mirë vla. nuk po mujna këto me kallësu. Albert, e ke kriju raportin me Donin, sa ka me të mungu realisht largimi? Realisht ka mungu shumë, nuk e di domethënë që ka fjalë që po shkruan për shkak se ne rrim bashk edhe jashtë voleybollit gjatë gjithë ditës, domethënë, si themi, kafën e mëngjesit deri në mbrëmje jemi gjatë gjithë kohës kontakt, dalim bashk, kupton? Edhe ju veç mu, po ndoshta edhe voleybollit kosovar ka më mungu shumë. Realisht liga që unë besoj sezonën tjetër ka më pas rivalitet më pak. Për shkak që me ka një trajner me kësi bagazhit të madh dhe me një trajner që domethënë ka pritje për këtë punë, domethënë ka më pas më pak rivalitet në ligë, më po realisht edhe klubi Fervollej edhe qytetit edhe gjithëve ka më mungu shumë. Jashta po them ndoshta normalës, po inshallah besoj që do të ketë suksesin atje do ta përcjell njëjtë, pasi që e dim punën që e ka bëu me neve gjatë gjithë sezonës, edhe sezonën e kaluar, domethënë e di që 100% sigurt që suksesi nuk ka më mungu edhe në filial. Pyetja fundit për krejt, velo kështu të përgjithësume, çka është e dallu Ferizajin si qytet? Në shumë sporte si vjet po e shohim është të i sjell trofet në Ferizaj. Mendoj që sponsorat, Money. se normalisht ligji sponsorizimet është shumë punë e madhe në volejbollin kosovar, kështu që kur e keni sponsor të fort, normal që edhe lojtarët më të forta kemi pas në ekip. Unë e menoj që Ferizalit janë shumë spërdash, edhe tepër e mbështesin njëri tjetrin, kështu që secili I arrin qëllimet e veta si në çdo sport, si në volejboll, si në futboll, si çdo kon. Handballi për shembull mu ka befasu. Po. Edhe Ferizajin e kena në finalet kupës. Bill Clintoni po. Palestra Bill Clinton nuk e pat asnjë vend zbrast, çfarë kulture, çfarë përkroje. Shumë e vërtet. Po besoj që Amela e tha mirë, edhe ligji I sponsorizimit patjetër që ka ndiku shumë. E sidomos në Ferizaj janë bizneset më të mëdha I gjenë aty. Edhe po besoj që kushtet e mira të ofruar prej klubeve, edhe në handball, po edhe në volejboll, finalet janë 4 ekipet, janë të Ferizajt, është edhe Ferizajt e femnat, Ferizajt e djemt, Ljubotenit e djemt, domthon Kupa Kosovës, kampionati, 4 kupa prej neve, domthon krejta janë në Ferizaj. Edhe po besoj se kushtet e mira, patjetër se edhe atmosfera, senet e mira që I ka Ferizaj, pse a dyqysh ka njerë ti mundesh me pas kushte shumë të mira, po foli për pjesa monetare, po nëse nuk I harmoni ose nuk kalon mirë me ata njerëz, po besoj që është telashe shumë e madhe. E po besoj që na e kemi gjetë një farmesi. Përsa to thash, edhe drama edhe kretë ka fat. Ja, s'ko drama. Ja tash mo pa mu, s'ko drama. Kjo është e kena Albinin. O, më falë. Albini nuk vjen me ty. Ja, jo, valla. Do të me bëni kërkesë Finland me marrë dhe Albini, ta shumë. Jo, bre Lena. Nuk e lojnë. Jo se le, Gresa se le. Gresa se le. Unë gjithmonë është kënaqësi kur diskutojmë për volejbollin, kemi qenë edhe herën e kalume, edhe tash më pëlqen se krijohet atmosferë pozitive. Ju falenderoj që keni gjetë kohën me qenë prezant në emision, e di që është pak angazhim edhe kur vjen intervista kësaj, po besoj ja vlen me dëgjues të rrugtimin e juaj që është rrugtimi jashtëzakonshëm me 4 trofej. Ju falenderoj secilin për juve që ketë prezant sonte. Faleminderit shumë, veç më lejo patjetër që ti përmendi edhe sponsorët kryesor se e përmenda veç parin për shkak që rasisi me qenë takim me ta, po është Domobojli, CTB-ni, gjithë sponsorët cilët e kanë përkra Fervollejn, pasi besom se pa ta kish me qenë e pa mundur. Nuk kish pas mundësi me funksionu as rezultatet, as puna në palestër, as kur gjë tjetër kishen e pa mundur pa ta, kështu që
po shpresoj dhe po besojmë se Albini e përmendi tha pa mu Fairvolley ose liga komun ma e dopt ose okej, në rregull na e përmendëm edhe thash lojtarët janë kryesorët, jo trajneri. Edhe kjo duhet me qenë duhet në rregull, po nëse janë lojtarë, po besoj që puna është shumë e lehtë. Për këtë arsye po them që kam pas fatin me punu me lojtarët më të mira që janë në Kosovë. Dorën zemër janë më të mira. Edhe lojtarët për forcimet që kanë ardhur në klub të na, kanë qenë prej lojtarëve më të mira që kanë ardhur ndoshta ndajherë në Kosovë dhe për këtë arsye puna dhe gjithçka ka qenë më e lehtë. Po unë po besoj se edhe pa mu Fairvolley ka me qenë jashtëzakonisht i fortë për shkak edhe të përkrajjes së sponsorëve edhe të njerëzve që i kemi rreth klubit. Gres, faleminderit shumë. Amel, faleminderit shumë që ishe prezente me neve sonte. Faleminderit për ftesën. Albin, faleminderit shumë. Faleminderit. Edon, faleminderit ty shumë edhe shumë sukses në final. Faleminderit shumë.